autonomi këtë herë. Miri. Po dëgjove? Po. Mundova atje me ato gradë. Direkt, çfarë të emocionon? Pash në sy? Qa me emocionon? E ardhmja djalit tem. Gjoja e vetme. As mu, as grun, as nan, as bab, as vlla. E ardhmja djalit, as i gjatë tjetër. Se du me pas djali jetë më të mirë që e kam pasur. Se kjo jetë e egër, ka nëllë qënë 97-ën këtu, nuk ka nëllë në Angli. Kupton? Pra, është pjesa e Shqipërisë që më ka ba mu kaq të egër që më qunë në arbëra e darë e egërësirë. Po unë jam në një loj. Mendimet i kam pastra dhe jashtë, që se do opinionet e mia për botën, për gjana që nollin aktualitetet. Kaq, për djalin, vetëm për djalin, që të ketë i ardhmë më të mirë. Pse jo në Shqipëri? Pse më hoqen mua ato kur isha 13? Pse më hoqen më vlla? Ironia e fatit, sot kanë gjithë përgjigje dhe kanë çuar ligjet, sikur pas ngel vajzën e mia. Bravo, minore. Është moment që s'do më dalë. Gjithë prindit atë hallë, edhe unë që kam 2 vajza. Unë se imagjinoj me nxjerr djalin. Të ardhmen e fëmijëve kam gjithë. Është tjetër gjë më urrit në vend tanë, me njoft vendin tanë tamam, dhe për shku për të shkolluar për të kthy pra. Është tjetër gjë për të marrë rrugë sepse jena të bashkë, se s'kena as ka dalë. Po më hanë në shtëpi. Gjithë shqiptarëve quhen që E kuptoj. unë do thotë që ti je agresiv për shkak të tyre. Nuk ja bë fajin. Po them pse?